A keni dëgjuar ndonjëherë për dikon që ka fol 25 orë pa u nal hiç? Senatori demokrat Cory Booker ka protestuar kundër politikave të presidentit amerikan Donald Trump, duke thyrë rekordin për fjalimin më të gjatë në Senat në foltoren e Asamblesë së Përgjithshme. Booker u vendos në rendite me fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Senatit të SBA-s, në të cilin e filloi në orën 19 të së hënës me orën lokale dhe përfundoi atë 25 orë e 4 minuta më vonë. Në fjalimin e tij, senatori demokrat Cory Booker kritikoi shkurtimet e buxhetit të administratës së Trump, pushimet nga puna në administratën federale dhe operacionet e reduktimit të buxhetit në departamentin e efikasitetit të qeverisë. Për aq kohë sa mundem fizikisht u ngrihem në këmbë me qëllimin për të prishur punët normale të Senatit të SBA-s. Unë ngrihem sonte sepse besoj se vendi ynë është në krizë. Ai foli për të gjitha çështjet kryesore në agjendën kombëtare, përfshirë edhe sigurimet shoqërore dhe imigracionin. Booker, i cili nuk u pengua të fliste sepse nuk pengoi asnjë punë legjislative apo shkeli ndonjë rregull, nuk u largua në asnjë moment nga podiumi në mënyrë që Asambleja Përgjithshme e Senatit të mos pushonte dhe të mos shpërndahej. E fjalimi i tij, i cili zgjatej 25 orë e 4 minuta, u regjistrua si fjalimi më i gjatë në historinë e Senatit, ndërsa Booker deklaroi se qëllimi i tij ishte të tërheqë vëmendjen ndaj politikave të gabuara të Trumpit. Fjalimi më i gjatë i mbajtur ndonjëherë në Senat përpara Booker ishte i vitit 1957 nga senatori Strom Thurmond, një fjalim 24 orësh dhe 18 minutësh për të kundërshtuar aktin e të drejtave civile.